Unë vazhdoj të jemi angazhuar ndonë se jo me të njëjtin kapacitet për me kontribua aty ku mundem dhe mendoj se këtu është ndoshta ajo që e dallon dikon që është aktivist nga dikush që është thjesht politikan. Unë gjithmonë vetën e kam konsideru si aktivist politik, dihet pra aktivist i lëvizjes vetëvendosje dhe aktivizmi jem nxitet, frymëzohet prej një seti, një kompleti të idealeve që... A jeni në vetëvendosje? Patjetër që jam në vetëvendosje, do të përkundër që ka ndodhur shkarkimi nga qeveria, nuk ka ndodhur diçka më shumë se ajo. A keni post politik ose diçka në organet e vetëvendosjes, a jeni veç aktivist? Po, në organet e vetëvendosjes jam antar i Këshillit Përgjithshëm, që është organi më i lartë vendimarrës i lëvizjes vetëvendosje. Por them, nëse ka ndonjë epitet ose titull që jep krenari në angazhimin tim është titulli ose epiteti aktivist. Dhe kur jam inkuadru, jam aktivist prej orëve të para të lëvizjes vetëvendosje, nuk e kam pas kur idenë, as synimin, as shpresën se një ditë do t'jem pjesë e ndonjë qeverie ose ndonjë institucioni tjetër të rëndësishëm shtetëror. Çfarë marrëdhëniesh keni me krerët e partisë edhe me ata që udhëheqin edhe me qeverinë, edhe me pozita tjera që kanë bajë deri vonë në krye të shtetit? Po, shqyqoni, edhe mbrana një familje, marrëdhëniet nuk mund të me qenë gjithmonë uniforme, me disa kam miqësi, shoqëri të mirë, me disa tjerë kam më pak, mund të kenë ndonjë me të cilin nuk komunikoj, mirë po... Komunikoni me kryetarin e partisë? Po, ndonë se jo aq intensivisht, aq ngjeshur si më herët, por natyrisht se kur është nevoja komunikojmë. A keni arrit me i komentu ndoshta edhe deklaratat që kanë qenë shkasi i shkarkimit tuaj, qysh është trajtu kjo temë? Po, edhe pas shkarkimit kam pas takim edhe me kryeministrin, do takime në kas për atë temë, por do takime tjera të rastishme, edhe me antar tjerë të kryesisë. S'di sa do të ishte ndeshme që t'i shpalosi gjithë ato që janë thënë, por s'paku mund të them që një pjesë rëndësishme e kryesisë së lëvizjeve vetëvendosje e konsideron që reagimi pra me shkarkim ka qenë kështu si një masë jo proporcionale kundrejt një sipas lëvizjes gabime që mund ta kemë bërë duke e sqaruar një situatë që ka ndodhur, që ka qenë televizive, do të thotë kanë qenë plot media që e kanë pa, e cila ka ndodhur, pra deklarata ime, shpalosja e asaj situate, në një moment fatkeq. Pse fatkeq? Fatkeq që quani ato me? Po, deklaratën e kam bë pikërisht në kohën kur kryeministri ka qenë në takim me zonjën Kaja Kallas dhe zotrin Ajvo Raf, cilin e kam përmend për atë situatën që ka ndodhur në veri. Dhe mandej këta ja kanë përmend kryeministrit në takim. Si, them kështu, një farë argumentin tyre që kjo është qeveri jo bashkëpunuese, jo sa duhet miqësore me Bashkimin Evropian, dhe po them, ka qenë moment fatkeq, unë se kam njoft agjendën e kryeministrit Kurti,